Në ambientet e Myftënisë së Kërçovës u promovua vepra më e re me karakter fetar, jeta e Muhamedit Mevludi, e shkruar nga dy imamët e rinj, Arben Emrullaj dhe Ramadan Ramadani. Në rolin e recenzentit të veprës foli myftyi i Kërçovës, Qamil Rushiti, i cili vlerësoi lart kontributin e autorëve të rinj të kësaj vepre. Sot jemi në promovimin e veprës Mevludit nga dy autorët tanë, imam të nderuar, Arben Efendi Emrullaj dhe Ramadan Efendi Ramadani. Është një vepër të cilën ata e kanë realizuar bashkarisht dhe ne si muftini morëm përsipër, do të thotë, botimin e kësaj vepre, për arsye se në planin tonë, në agjendën e muftinisë, krahas detyrave administrative, ne kemi parapar edhe një hapësirë për botim, ashtu si që dhe ju vetë jeni dëshmitar, do të thotë si rezultat i këtij angazhimi dhe përkushtimi dule dhe botimi i veprës së akademik Hasan Kaleshit, dhe ja tani jemi në promovimin e veprës Mevludit. Dëshirojmë si institucion të mbështesim të gjitha iniciativat që kanë të bëjnë me promovimin dhe kultivimin e vlerave fetare islame. Në këtë rast krahapur mbështetëm edhe iniciativën e këtyre dy imamëve, të cilat janë të ri, dhe si rezultati i punës tyre, i përkushtimit tyre, ka dalë një vepër e Mevludit, e cila në xhamatin ton ka traditën e vete, ka historinë e vete. Me thënë, është vepër e cila në mënyrë të shkurtër paraqet të tërë historinë e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që nga para lindjes tij, lindja e tij, veprimtaria, fëmiria e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mrekullitë e pejgamberit dhe normalisht përfundon edhe me vdekjen apo kalimin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në botën tjetër. Autorët, duke falenderuar Myftininë e Kërçovës për mbështetjen e dhënë gjatë përgatitjes dhe botimit të veprës, folën për rëndësinë e kësaj vepre dhe për sfidat që kanë hasur në realizimin e saj. Ne si autor të këtij Mevludi jeta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë ne falenderojmë muftinë e Muftinisë së Kërçovës për zemërsisht, që me të vërtetë ka kontribuar dhe na ka ndihmuar në Mevludin jeta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që me të vërtetë muftinia e Kërçovës na ka ndihmuar dhe do të na ndihmojnë si hoxhallar të Kërçovës. Inshallah Allahu xhelle xhelalu i shpërblet me mirësitë e atij të pakufishme edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Ideja na lindi e pam që me të vërtetë meqense Kërçova ka për shembull Mevlud, mirë po ne si në zonës si hoxhallar të raj, kishëm qef që me të vërtetë Kërçova të kejet edhe një Mevlud të raj nga Ramadani dhe unë Arben Emrullaj. Bashkëpunimi nuk ka qenë rënd as pak, nëse kemi guxim që të bëjmë diçka, kemi pas vullnetin, e kemi pas atë dëshirën që ta tregojmë jetën e më të dashurit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe kur e kemi qëllim këtë që ta tregojmë jetën e më të dashurit ton, atëherë çdo gjë besoj që nuk ka vështirësi për lehtësohet. Të thomi gati gjymës viti. Me të gjitha ato që i kemi përmbledh të dhënat, ngjarjet, tregimet që kanë ndodhur, pastaj përshkrimi i tyre në vargjet, në formën e poezisë, të gjitha gati gjymës viti. Po të thosh ditë për ditë, natë për natë takoheshëm për ta përfunduar Mevludin, sidomos më shumë mbas namazit të sabahut dhe të yacais në xhaminë e fshatit Greshnic dhe në xhaminë e fshatit Zajasteçi. Në promovimin e veprës jeta e Muhamedit Mevludi morën pjesë imam dhe figura të tjera fetare nga Kërçova.